Ngërqet politike me të cilat u përball Kosova gjatë vitit të kaluar si pasojë e moskonstituimit të institucioneve për muaj me radhë, pashmangshëm i kanë shkaktuar edhe shumë pasoja. Viti humbur për Kosovën është përkufizuar 2025 në draft të raportin e përpiluar nga raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras. Në këtë draft raport të 10 faqesh thuhet se mosformimi i institucioneve gjatë vitit të kaluar ka ndikuar në disa aspekte për qytetarët, derisa është përmendur edhe çështja e moszgjedhjes së presidentit të ri dhe se Kosova rrezikon që edhe një herë të shkojë në zgjedhje. Në përgjithësi, 2025 duhet të konsiderohet vit i humbur për Kosovën, me që pas zgjedhjeve të rregullta të muajit shkurt për kuvendin, as legislativi dhe as qeveria nuk u funksionalizuan. Edhe pse 3 palë zgjedhjet që u zhvilluan më 2025, 2 parlamentare dhe 1 lokale u zhvilluan të gjitha në mënyrë paqësore, procesi normal politik u ndërprej thellësisht. Si rezultat, disa reforma politike dhe ekonomike ngecën dhe plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor nuk mund të zbatohej. Një pjesë e këtij dokumenti flet edhe për dialogun mes Kosovës e Serbisë, që thuhet se nuk ka dhënë rezultate të pritura. Dialogu në thelb ishte pezulluar gjatë vitit 2025. Kjo ndodhi sepse Kosova nuk kishte një qeveri me mandat dhe autoritet dhe negociatat në këtë formë nuk kanë perspektivë. Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian dhe shtetet anëtare duhet padyshim të bëjnë gjithçka për të siguruar që dialogu Prishtinë-Beograd të vazhdojë me energji të re. Prandaj, zgjatja e mandatit të përfaqësuesit special Peter Sorensen deri në shkurt 2028 është shumë e mirëpritur. Nga shoqëria civile, analistët konsiderojnë se raportet e tilla janë mesazh për Kosovën dhe se s'duhet të ketë përsëritje të situatave të kaluara. Është një raport që pak a shumë e tregon se çfarë mendon Brukseli për momentin për Kosovën, dhe nuk është një raport plotësisht i parëndësishëm, dhe nëse sa i përket pyetjes se a ndikon kjo në raportin e Kosovës me ndërkombëtarët, padyshim, sepse çdo lloj raporti që del nga institucionet serioze që janë kryesore të Bashkimit Evropian, siç është Komisioni, Këshilli Evropian, si dhe Parlamenti Evropian, janë dokumente serioze. Dhe unë nuk shoh që do të ketë ndonjë peshë të veçantë në mënyrën se si ka funksionuar deri më tani ky raport i Bashkimit Evropian me Kosovën. Gjithsesi, është e rëndësishme që Kosova të ndjek, si më thon, ato edhe këshillat që dalin nga raporti i Parlamentit Evropian. Ky draft raport pritet që të shqyrtohet në mbledhjen e Komitetit për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian e më pas të miratohet në Parlamentin Evropian.